miqtë e tij dhe le të ikin prej faqes së tij ata që i kanë mëri. Hristos Anesti. Krishti u ngjall. Krishti u. Sot është ditë e shënuar, dita e Pashkës, ngjalljes së Zotit ton Isu Krisht. Është festa kulmore e vitit. Gjatë kësaj periudhe u përgatitëm prej 40 ditësh, madje edhe më tepër, në këtë periudhë kreshme, ku gjatë gjithë kohës u bë e ditur edhe u shpall gradualisht gjithë mesazhet për ardhjen e shpëtimtarit, edhe për përgatitjen për pikën kulminore të tij, që është shpallja e lajmit të mirë e ngjalljes së tij. Sigurisht këto ju paraprin edhe vuajtjet edhe sakrificat, deri në sakrificën sublime të Golgothas. E megjithatë Perëndia erdhi vullnetarisht për të na shpëtuar. Dhe për ne është një gëzim i veçantë që të marrim pjesë në këtë ditë të ngjalljes, të ndritës edhe të ndriçimit. Me këtë rast ju urojmë të gjithë njerëzve besimtarë dhe shpresmirë, gëzuar ditën e ngjalljes së Zotit. Urojmë paqe në botë edhe mbarësi për të gjithë njerëzit. Gëzuar për shumë vjet. Duke i vdekur e varrosur në një varr të vulosur.